rejtja, që mlefi, që gjëja aty, dhe nga njëri dele dhe i zëri i hollë fare aty në sallën e parlamentit, mendon se me këtë i shton vlerë parlamentarizmi, nuk ka lidhje. Parlamentarizmi me këtë gjë. Argumenti po. Vëre tjetrin përballë argumentave, vëre tjetrin në një debat përballë argumentave, munde përmes argumentave. Patjetër, për këtë është parlamenti. Apo propozo diçka që mbetet është e qëndësishme, e që në fund fare merr edhe votën e të gjithëve, edhe që i bën mirë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Po kjo historia e treguarit me gisht. Pa e kthyer asnjëherë gishtin tek vetja. Është një histori banale e stërprovuar në parlament që thjesht i ka humbur vlera parlamentit. Në lind të kësaj, janë 140 deputet. Një pjesë e mirë nuk i kemi dëgjuar asnjëherë që të flasin, të jenë aty në poltrona, apo kur ka radhën, pra folsi i radhës, seanca është bosh, salla është bosh. Më vjen keq shumë. Dje për shembull ishin disa interpelanca që ishin shumë të mira në sallën e kuvendit. Edhe nga ne, edhe nga PD-ja. Sa ishte bosh, gjanë gjinë këm njeriu. Domethënë, nuk ka as respekt më minimal për kolegun, se ma kujtojnë mua këtë solidaritetin ko pas shkohe, po tash më vjen keq, domethënë, unë nuk mund të jem solidar me një gjë që nuk shkon, po me një gjë që ka interes publik, po patjetër që jam solidar ri atje për dëgjuar deri në fund. Pra, për shkak të kësaj, adoptohet ajo që unë thash me ratimi ligjeve pa debat? Një pjesëve aty ju është bezdisur shumë shpejt parlamenti, apo puna që kanë marrë përsi. Të rish atje, të marrësh pjesë, të diskutosh, të debatosh aty në grup, në komisionet, ti merr është punë. Është punë, është një pjesë e punës që ti e ndan midis territorit edhe sallës së kuvendit. Dhe duhet të jesh atje. Punë me kaq shumë përgjegjësi ti është ligjvënës, të paguash taksat. Edhe ti ikësh, është problem i madh. Megjithatë, jeni për këtë reduktimin e numrit të deputetëve që thot kryeministri? Nga 140 në 100? Nëse është në të mirë të jetës parlamentare, po patjetër, nëse do ndikoj këtu brenda përmirësimin edhe cilësisë debatit që zhvillohet aty, dhe ligjeve që hartohen aty etj me radhë është një ndryshim formal pastaj. Duhet shoqërohet me ndryshim të gjithçkaje që përbën jetën parlamentare. Ju pyeta pak më parë për opozitën, por patët një moment me zotin Berisha.